Mbrom dy forcat kryesore politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, deklaruan kandidatët për deputet që do të garojnë për zgjedhjet e 11 majit për kuvendin e ri. Për qarkun e Fierit, Partia Socialiste do të përfaqësohet në garë nga këta kandidat për deputet në listën e sigurt: Belinda Balluku, Erion Mile, Petrit Malaj, Kiduina Zaka, Ana Anako. Kurse Partia Demokratike do të garojë me kandidatët për deputet në listën e mbyllur Gazmend Bardhi, Luan Baçi, Brunilda Haxhiu, përfaqësuese e Partisë së Lirisë, Sajmir Korreshi dhe Eduard Sharka. Pakënaqësi për emrat e listave janë shprehur nga opinioni publik, por edhe nga deputetët aktual dhe kandidatët që garuan në primare. Emri i lakuar në listën e hapur të Partisë Socialiste e Qarku Fier është Ceno Klosi, pasi është nën hetim nga SPAK. Kurse për listën e Partisë Demokratike, pakënaqësi ka shprehur deputeti aktual e Partisë Demokratike Divjakës Dhori, që në një postim në rrjetet sociale shpreh zgënjim për mospërfaqësimin e Divjakës në listën e mbyllur dhe mospërfaqësimin e grave në Partinë Demokratike. Gjithashtu e zgënjur ka mbetur edhe Elizabeta Redhi, po kandidate në Divjak, e cila doli e para në primare.